rritjen e idesë se edhe ushtria turke do marrë pjesë në forcat paqëruese në Gaza, por është refuzuar nga Izraeli. Nga ana tjetër, kemi një krizë humanitare të jashtëzakonshme, duke qenë se jemi edhe në kohë dimri, kushtet atmosferike, edhe pse në lindjen e mesme perceptohet sikur është klimë tjetër nga apo klimë më nxehtë në raport me pjesën tjetër të mesdheut, por realisht atje ka patur përmbytje dhe paktën kur shikonin videot e përmbytjeve të çadrave, vërtet një fatkeqësi e madhe ka ndodhur me atë popull në Gaza, por që duket se edhe vetë marrëdhëniet e Izraelit me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë psuar një pikjat të pakthyeshme. Pse, Marlin? Për arsye sepse presidenti Trump tashmë ka kuptuar që nuk mund të ndjek çmendurinë e Netanyahu. Duke qenë se edhe vetë imazhi i qeverisë Netanyahu, por edhe i Izraelit si institucion shtetëror ka psuar një rënje të madhe të pëlqyeshmërisë globale, të paktën para 7 tetorit kishte një dakordësim pothuajse global në raport me rolin e Izraelit në lidhje të mesme, por tashmë është kthyer situata në disfavor të Izraelit. Kjo lloj shkëputje apo distancimi? Kjo shkëputje kuptohet qartë që vetë artikulimi i kabinetit Trump se forcat turke do jenë në Gaza, kjo do thotë që ka një thyrje dhe ka një lloj tendence për të krijuar balanca forcash në lindjet mesme, pra forcimi edhe i rolit të Turqisë në lindjen e mesme, që Netanyahu mos të kalojë në këto arroganca, të kalojë në këtë spastrim etnik, të kalojë edhe në këtë gjenocidin më dokumentuar dhe më të pashembull të historisë njerëzimit. Për këtë arsye, kabineti Trump tashmë e ka kuptuar se si duhet veprojë, duke forcuar njërën palë, për të treguar që neve mund të luajmë edhe me këtë palë, nuk jeni vetëm ju aktorët të cilët mund të përfaqësoni interesa të ndryshme në lindjen e mesme, dhe në këtë kontekst është parë pak a shumë edhe nervozitet në raport me vizitat e kabinetit Trump në Izrael, paktën gjatë kohës kur zëvendës presidenti J.D. Vance pati një takim me Benjamin Netanyahu, të paktën disa gjesta apo disa artikulime diplomatike u panë që treguan një farë tensioni dhe vetë heshtja dhe vetë serioziteti i J.D. Vance në raport me shikimet që ja jepte drejt kabinetit Netanyahu ishin vërtet me një kuptim të thellë diplomatik, sepse vërtet për Amerikanët Netanyahu është bërë një barë e cila rrezikon shumë në imazhin edhe të vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me atë çka bota njeh Amerikën, ato demokracinë, atë vendin i cili nuk merret me dy standardizime, por në këtë rast realisht Gaza varrosi edhe mitet mbi demokracinë, mitet mbi humanizmin, mitet mbi drejtën ndërkombëtare, mitet mbi përkujdesin ndaj civilëve. Për të mbetur te kriza humanitare në Gaza, Marlin, po lakohet gjithmonë më shumë ideja e ndarjes së Gazës në dy pjesë, një të drejtuar nga Hamasi dhe një të drejtuar nga Izraeli. Ka pasur deklarata të shumta që e kanë konfirmuar një hipotezë të tillë dhe investimet deri ndërtimi do të bëjë pikërisht në zonën e kontrolluar nga Izraeli. Sa e rrezikshme do të ishte kjo? Dhe ku do të çonte një? Faktikisht neve